قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. I nderuari Hoxh Usame Morina, kemi dëgjuar për disa hadithe që flasin mbe dikun pra flitet për 3 grupe njerëzish që u arrin sevapi edhe pas veprave të tyre dhe pas vdekjes, dikun 7. A mund na thoni diçka më shumë në lidhje me këtë çështje? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashtu qysh edhe e ceket ju pak më herët, në hadithe janë të përmendur ndonjëherë 7 grupe njerëzish, janë përmendur ndonjëherë 3 apo 4 e kështu me radhë, grupe njerëzish të cilëve u arrin sevapet e veprave të tyre që i kanë bërë për së gjalli, u arrin sevapet edhe pse ata janë të vdekur, edhe pse ata janë në varr. Si bazë të kësaj temës të sotme, e kemi marrur një hadith që i përmend 7 grupe njerëzish dhe në fund do t'i përmendim disa hadithe të tjera të cilat kanë gjëra shtesë përpos këtyre 7 grupeve, apo edhe i konfirmojnë ato 7 gjëra apo disa prej atyre gjërave që në realisht ndodhen brenda këtij hadithi. Prej mirësive të Allahut Azza wa Jall, prej mirësive më të mëdha të Zotit Xhalla Shanuhu ndaj robërve të vet, është se Allahu i lartësuar ja ka mundësuar njeriu që për me bë vepra të mira në mënyrë që besimtari kur të bën vepra të mira tu arrin sevapet e tyre, sevapet e veprave të veta, edhe nëse ata janë të vdekur. Realisht është quajtur jeta në këtë botë, është quajtur jeta apo koha, jeta e veprave. Është quajtur kështu për arsye se njerëzit në këtë botë kanë mundësi të bëjnë vepra dhe për ato veprime do të shpërblehen për të mirë apo për të keq përpara Allahut. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall, gjithashtu kemi Allahu i lartësuar, gjithashtu Allahu i lartësuar ka bërë që njeriu përderisa është në këtë botë, siç tham edhe e ka quajtur jeta e veprave, ahiretin apo jetën pas vdekjes, jetën në varr dhe ahiretin i ka quajtur jetë e llogaridhënies. Për arsye se njeriu i ndërprehen veprat e veta, njeriu është realisht nuk është i vdekur. Njeriu ose dënohet ose shpërblehet për veprat e veta që i ka bë në këtë botë. Prandaj është prej mirësive të arta që Allahu Azza wa Jall, edhe pse e ka bërë jetën në varr, e ka bërë që njeriu të mos ketë mundësi më të bëjë asnjë vepër. Allahu Azza wa Jall ja nxjerr njeriu shpirtin prej trupit dhe me nxjerrjen e shpirtit prej trupit njeriu konsiderohet në këtë botë i vdekur. Mirë po Allahu Azza wa Jall me veprat që njeriu i ka bërë gjatë jetës së tij, ja ka dhënë mundësinë e mirë që ai të fitoj sevape, ai të fitoj shpërblime për arsye se veprimet e tij, për shkak të veprimeve të tij, njerëzit muslimanët përfitojnë edhe pas vdekjes. I dërguari i Allahut Azza wa Jall, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka përmendur një hadith, në një hadith 7 gjëra apo 7 grupe njerëzish të cilëve u arrin sevapet edhe pas vdekjes, u arrin sevapet edhe pas vdekjes, ku ata janë të realisht mund t'i quajmë janë të robëruar për arsye se s'kan mundësi me vepru. Ju arrin sevapet e veprave, ju arrin sevapet e veprave e gjërave edhe pse ata janë të vdekur. Hadithin e transmeton Enes radiallahu anhu, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti." Thot 7 gjëra janë ato të cilat
7 gjëra janë ato të cilat besimtari përfiton edhe pas vdekjes, edhe atëherë kur ai është në varr. Gjëja e parë është men allama ilman. Thot ai i cili jep dituri të dobishme, ai i cili tregon, i mëson njerëzit dituri të dobishme. Gjëja e dytë është au ajra nahran, au hafara bi'ran, au gharasa nakhlan, au bana masjidan, au warratha mushafan, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Unë i cekat edhe këto 6 gjëra të gjitha arabisht në mënyrë që të mos ndalemi edhe një herë të lexojmë arabisht. Gjëja e parë pra ishte kush e mëson dikë me një dije të dobishme. Gjëja e dytë është rregullimi i një rrjedhje i rrjedhave të lumit. Këtë do ta shpjegojmë më vonë se çka është qëllimi i kësaj. Gjëja e tretë është hapja e ndonjë pusi. Gjëja e katërt është të mbjellurit e ndonjë hurmeje. Gjëja e pestë është ndërtimi i xhamisë. Gjëja e gjashtë është kur dikush e trashëgon një mushaf, një Kur'an, dhe gjëja e shtatë është ai i cili e lë ndonjë fëmijë të hajrit dhe që lutet për prindin e vet pas vdekjes. Këto janë 7 gjëra të cilat janë përmendur në këtë hadith, ndërsa ti besimtar ki kujdes që të përfitosh nga këto veprime, nga këto gjëra, përderisa ti je në jetën ku mund të punosh. Prandaj për neve mbetet që të shpejtojmë edhe të mundohemi që të veprojmë vepra të llojit të tillë sa më shumë para se të përfundoj jeta e kësaj jeta në këtë botë dhe përpara se të kaloj afati i jetës son. Ndërsa tani ne do t'i sqarojmë këto 7 gjëra në pika të shkurtëra në mënyrë që të bëjmë disa lloj sqarime ku janë të dobishme. Gjëja e parë të cilën e përmendëm në hadith ku besimtari përfiton edhe pas vdekjes e tij është kur dikush e mëson dikë dije të dobishme. Qëllimi i dijes është dija të jetë e dobishme që njerëzit i vëdijson ata të cilëve ti i mëson, ata njerëz vëdijsohen përmes kësaj dije që ti u jep atyre, i vëdijson në lidhje me fen e Allahut. I bën njerëzit që ta njohin Allahun Azza wa Jall sa ma shumë, sa ma mirë. I bën ata që ta njohin Zotin e tyre, krijuesin e tyre në formën e duhur. I mëson njerëzit për Allahun atë të cilin ata duhet të adhurojnë. Prandaj ky njeri konsiderohet udhëzues i të tjerëve në rrugën e drejtë. Kjo dituri përmes së cilës kjo është dituri përmes së cilës dallohet udhëzimi nga lajthitja. Është dije përmes së cilës dallohet e vërteta nga gjëja e kot, dije përmes së cilës dallohet e lejuara apo e ndaluara. Dije përmes së cilës dallohet e lejuara halali nga e ndaluara harami. Në këtë pikë vjen në shprehje njohja e pozitës së dietarit që dietari ka në fen islame. Njohja e vendit të hoxhallarëve, njohja e vendit e meritave të hoxhallarëve, njohja e thirrësve të hajrit që e kanë njohja e thirrësve të hajrit e vendit apo meritave të thirrësve që bëjnë thirrje në këtë fe, në fen e Allahut, të cilët njerëz në realitet, siç janë dietarët, siç janë hoxhallarët apo dhe thirrësit e tjerë, njerëz të cilët në realitet janë ura e besimtarëve, ura përmes së cilës besimtari shpeton, apo janë edhe minaret e një vendi ku një vend për të dalluar se a është musliman dallohet përmes minareve, për shkak se ato janë më të lartat. Prandaj edhe një vend i cili dallohet se në të ka dije, në të ka hajr, aty ka edhe thirrës, dietar e hoxhallar. Jeta e këtyre njerëzve është pasuri për një kombë, për një popull, ndërsa vdekja e tyre padyshim se është
prej fatkeqësive më të mëdha të atij populli, të atij umeti. Pra siç e tham dietarët, hoxhallarët e thërrësit në islam në përgjithësi i mësojnë njerëzit, i mësojnë ata të cilët nuk kanë dije në çështjet e fesë, i rikujtojnë ata të cilët kanë harruar apo kanë vepruar gjëra të gabim, kanë bërë gjëra të gabueshme, i rikujtojnë ata duke i udhëzuar në rrugën e drejtë, gjithashtu edhe i udhëzojnë ata të cilët janë të lajthitur edhe të humbur dhe më herët ndoshta nuk ju ka interesuar asgjë nga feja, të din nga feja e tyre. Nuk kihet frikë nga ata njerëz, nga këta hoxhallar, nga këta njerëz, nuk duhet të pasur frikë se ata e dëmtojnë dikënd, nuk duhet pasur frikë se ata i shkelin gjykimet kufejt e Allahut Azza wa Jall, nuk duhet pasur frikë se ata u bëjnë pa drejtësi njerëzve. Pra këta janë thirrësit, këta janë njerëzit e drejtë të cilët në realitet i udhëzojnë njerëzit, të cilët në realitet e trashëgojnë dijen e duhur tek njerëzit dhe përmes kësaj dije njerëzit e adhurojnë Allahun Azza wa Jall ashtu siç kërkohet prej tyre. Në kohët e vjetra është thënë dietari vdes ndërsa mbetet libri i tij. Prandaj në kohët e sotme mbetet edhe zëri i dietarit, për arsye se zëri i dietarit edhe i njerëzve mund të mbetet i regjistruar në audiokaseta, mund të mbetet i regjistruar në çfarë do lloj forme tjetër, edhe zëri i tij, dhe kështu kur ai mban ligjërata, edhe njerëzit që nuk janë prezent në atë moment mund të përfitojnë. Prandaj kushdo që merr pjesë në botimin e librave të dobishme, në përhapjen e shpërndarjen e fletushkave të duhura që janë përgatitur për çështjet e fesë, gjithashtu në shpërndarjen, përhapjen e audio injizimeve fetare islame të duhura, padyshim se ai njeri ka marrë pjesë në përhapjen e dijes së Allahut Azza wa Jall dhe padyshim se shpërblimi i Zotit nuk do t'i mungoj atij njeriu për kontributin që e ka dhënë në përhapjen e fesë, në përhapjen e dijes së pastër. Prej gjërave të dyta që e patëm në hadith ishte ku besimtari mund të përfitoj edhe pas vdekjes së tij është ku nëse dikush e rregullon rrjedhën e një lumi. Çfarë është për qëllim këtu? Këtu është për qëllim që të hapen rrjedhat e ujit i cili ecën, pa e marrë parasysh se a është liçe apo lum apo ndonjë burim i madh i ujit, në mënyrë që uji të arrijë vendbanimeve, në mënyrë që uji të arrijë vendeve apo arave të mbjellurave të besimtarve. Kështu që njerëzit furnizohen pra me ujë të pishëm, furnizohen me ujë në mënyrë që bereqetet e tyre të ujiten. Prandaj edhe kjo është një prej mirësive më të mëdha që sadoherë që dikush përfiton nga ai ujë, gjithmonë shpërblimet i shkojnë pa ndërprerje atij i cili ka qenë shkaktar. Këtu padyshim se bën pjesë edhe nëse dikush e zgjat një gyp ujit, nëse dikush e zgjat një gyp uji në mënyrë që tu arrijë edhe vendeve më të larta, shkretirave apo vendeve malore, kodrinave tu arrijë uji, padyshim se edhe këtu merr pjesë ai njeri. Gjithashtu prej gjërave gjërën e tretë të cilën e përmendëm në hadith, e që realisht ka ndërlidhje të fortë me atë në pikën e dytë që e cekëm më lart, është hapja e puseve. Kjo është pra e parafort me atë rregullimin e rrjedhave të lumit, rrjedhave të ujit. Në sunetin e pejgamberit alayhis salatu vesselam ka ardhur një hadith madhështor, të cilin e transmeton Ebu Huraira radiallahu anhu, sahabiu, një nga 7 sahabet që më shumë t'i kanë transmetuar hadithe nga i dërguari i Allahut Azza wa Jall, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ka transmetuar një hadith të shumë domethënës, e ka transmetuar një hadith nga pejgamberi alayhi salam, të cilin edhe hoxhallarët më herët e kanë marrë shembull për mirësinë që duhet pasur besimtari, qoftë edhe ndaj kafshëve. Hadithi thot kështu: përderisa një njeri ka qenë në rrugtim, në shkretir dhe ishte shumë i etur, duke ecur në shkretir ka has në një pos në të cilin ka zbrit edhe ka pri ujë prej atij pusi. Kur
kur ka dal prej pusit, e ka pa një qen i cili nga etja e fort, nga etja e rënd që e ka pas, ka lëpir edhe rërën, ka lëpir edhe tokën. Në atë mënyrë njeriu kur e pa njeriu ky njeri qenin në atë gjendje të rënd, mendoi edhe tha, ky qen ka etjen të cilën unë e kisha më herët. Pra njeriu ka mendu për mundësinë që e ka pas, për etjen e rënd që e ka pas vet, mirë po mundësia e tij ka qenë që të zbres poshtë në pus edhe të pi ujë. Mirë po këtë mundësi nuk e ka pas qeni që të zbres në pus edhe të pi ujë. Çfarë ka bërë ky njeri? Në këtë rast thot, ai njeri pa menduar fare zbriti edhe një herë në pus, e mbushi këpucën e tij me ujë dhe i dha qenit të pi ujë nga këpuca e tij që e ka mbush me ujë në atë pus. Në këtë prandaj për këtë veprim thot pejgamberi alayhis salam, Allahu azza wa jall e falenderoi këtë rob. Pra kjo është një mirësi e madhe. Allahu azza wa jall thot e falenderoi këtë rob dhe ja fali atij mëkatet që i ka bërë më herët. Kjo është një pikë mirësive shumë të mëdha. Prandaj kur dikush e hap një pus, i jep mundësi të tjerëve që ata të pinë ujë, ja ofron ujin afër, kjo është një prej mirësive të mëdha, edhe një shpërblim shumë të madh nga ana e Allahut azza wa jall që e pret njeriu i cili vepron kështu. Pasi e tregoi pejgamberi alayhis salam këtë ngjarje, sahabët, shokët e tij të cilët ishin afër me ta, i than: "O i dërguari i Allahut, a do të shpërblehemi ne edhe për shkak të mirësive që i bëjmë ndaj kafshëve? O i dërguari i Allahut, a do të kemi shpërblim te Allahu azza wa jall edhe për shkak të mirësive që ne i kemi ndaj kafshëve?" Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Për çdo gjë që frymon dhe bëni mirësi ndaj tij, ju keni shpërblim." Pra, çdo gjë që frymon, pejgamberi alayhis salam ka dashur me këtë me të thot se çdo gjë e cila konsiderohet e gjallë dhe ju bëni mirësi ndaj tij, ju do të shpërbleheni për atë mirësi që e bëni. Pas kësaj, çfarë të themi pas këtij hadithi? Çfarë të themi kur dikush e hap një pus të tër, jo që i ofron dikujt ujë me pi, një kafshë me pi, po çfarë kur dikush e hap një pus të tër dhe për shkak të tij apo për shkak të atij njeriu të ekzistoj pusi të cilin dikush ka dashur me mbyll, në mënyrë që nga ai pus të pinë ujë shumë njerëz, të përfitojnë nga ai ujë shumë njerëz në forma të ndryshme. Gjëja e katërt që është përmendur në hadith është mbjellja e ndonjë hurme. Është e njohur tek arabët, është e njohur se hurma është pema më e vlefshme, më e mirë edhe më e dobishme, nga cila përfitojnë njerëzit në forma të ndryshme, si nga frutat, ashtu edhe nga degët dhe trupi i hurmës. Prandaj, kushdo që e mbjell një hurme, duke pasur për qëllim që nga ajo hurme të ushqehen muslimanët në përgjithësi, që nga ajo hurme të përfitojnë të tjerët, padyshim se ai do të ketë shpërblim gjatë gjithë kohës përderisa ajo hurme u shërben njerëzve dhe kafshëve që hajnë nga ajo. I njëjti gjykim mos të themi ne se kjo qen ka e veçantë për hurmet e nuk vlen edhe për atë i cili mbjell ndonjë pemë tjetër. Nuk mund të themi ashtu, përkundrazi ky në hadith ka ardhur specifikimi i mbjelljes së hurmes, për arsye se kjo ka qenë pema me frutet më të vlefshme në tokat arabe, më të vlefshme në gadishullin arabik. Prandaj edhe është përmendur ajo. Tek ne realisht nuk kemi hurma nuk jep frytet e saj. Pema e hurmes hurmeja nuk i përshtatet kushteve klimatike që gjenden tek ne, në mënyrë që ajo ne ta mbjellmi dhe ajo të jap frutat e veta. Prandaj, çfarë duhet të bëjmë ne? Realisht dietarët kanë thënë se këtu futen të gjitha llojet e pemëve. Pa pasur ndonjë dallim njëra me tjetrën. Prandaj, kushdo që e mbjell një moll, kushdo që e mbjell një dardh, kushdo që e mbjell një frut tjetër, një pemë tjetër, nga e cila mund të hanë
çdo kushi kalimtarët e rastit përderisa dikush ushqet nga ajo pemë, padyshim se atij do t'i shkojnë shpërblimet edhe pse është në varr. Gjëja e 6 me duket apo e 5 është se ndërtimi i një xhamie, gjë e cila është prej vendeve më të dashura tek Allahu Azza wa Jall, në të cilin Allahu i madhruar ka bërë emër që të përmendet emri i tij. Atëherë kur në një vend ndërtohet xhamia, aty do të falen namazet, aty do të falen 5 kohët e namazit, aty në atë vend do të lexohet Kur'an, aty do të përmendet emri i Allahut, do të bëhet dhikr, aty do të mësohet edhe do të shpjegohet feja e Allahut. Në atë vend do të mblidhen muslimanët për dobi të tjerat të cilat arrihen apo bëhen veprimet të cilat mund të bën brenda xhamis. Për këtë arsye, pra ndërtimi i xhamive e ka shpërblimin shumë të madh. Transmetohet një hadith të cilin e kemi dëgjuar shumë shpesh nga hoxhallarët, ku pejgamberi hadith të cilin është shumë madhështor, është shumë nxitës për neve, për ata të cilët kanë mundësi të japin qoftë edhe një kohë, të japin edhe një cent apo një kokër gruri, në mënyrë që të ndërtohet një xhami. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allahi bana Allahu lahu mithluhu fil janna. Thot kush e ndërton për hir të Allahut një xhami, Allahu atij njeriu do t'i ndërtoj një të tillë, një shtëpi në xhennet. Kjo është një prej mirësive më të mëdha. Ky është një premtim shumë i madh nga Allahu Azza wa Jall për atë i cili ndihmon në ndërtimin e xhamive. Nuk mund të themi prandaj ti o besimtar, nëse gjen mundësi të japësh qoftë edhe 1 euro në valutën të cilën ne e përdorim, themi nëse ti gjen mundësin të japësh 1 euro, 2 euro, nuk është asgjë e keqe. Ti ato janë mundësit e tua, jep në mënyrë që të ndërtohet një xhami për hir të Allahut Azza wa Jall, në mënyrë që ti të jesh pjesëtar i një shtëpie të veçantë për ty në xhennet tek Allahu i lartësuar. Gjëja e 6 të cilën është përmendur në këtë hadith është të trashëgosh ndonjë mushaf apo ndonjë Kur'an që ne i thomi. Kjo gjë, përmes kësaj gjëje, besimtari mund të përfitojë shumë. Për çfarë arsye? Për arsye se dikush mund të botoj, mund të jap në mënyrë që të botohet një mushaf, një Kur'an. Dikush i blen mushafat me shumicë edhe i shpërndan ato, apo i dërgon nëpër xhamia edhe i lën si vakëf, që dikush nga ata mushafa, ata të cilët futen në xhami të lexojnë, ata hoxhallar të cilët i mësojnë nxënësit, të kenë secili nga një mushaf qoftë edhe në shtëpi apo qoftë edhe në xhami. Dhe e kështu me radhë, pra përmes kësaj gjëje ka mundësi të bëhet shumë mirë, të bëhen veprat e mira. Shpërblim pra ki përderisa dikush lexon një shkronjë nga ai mushaf, nga ai Kur'an të cilin ti e ke dhënë për hir të Allahut, përderisa lexohet në të, gjithmonë shpërblimet do të arrijnë ty edhe pas vdekjes. Nëse dikush udhëzohet përmes leximit të atij mushafi, lexon në atë mushaf edhe ndikohet. Shembull, nëse unë e kam dhuruar një mushaf dhe lexon filani prej atij mushafi, tjetri që e lexon që e dëgjon leximin prej atij mushafi udhëzohet në rrugën e Allahut, përderisa ai njeri bën veprat e mira si shkak i udhëzimit që e ka marrë nga ai mushaf, padyshim se shpërblimet do të më arrijnë edhe mua, i cili kam qenë shkaktar që ai mushaf të gjendet në dorën e atij lexuesi. Dhe gjëja e fundit e cila është përmendur në këtë hadith është edukimi i drejtë i fëmijëve, mësimi apo dhënia e fëmijëve karakter të pastër, bërja e mundit që ata jetën ta kalojnë në devotshmëri dhe në rrugën e Allahut, derisa që ata të jenë fëmijë të pastër, ata të jenë pra fëmijë të mirë. Prandaj, edhe kur fëmia është i mirë, kur fëmia është i devotshëm edhe në rrugën e Allahut Azza wa Jall, padyshim se ka me ulut për prindrit e vet. Ka me ulut që Allahu Azza wa Jall ti mëshiroj ata, tua fal atyre gjunahet,
e kështu me radhë. Kjo është një prej gjërave më të rëndësishme prej të cilave pra përfiton i vdekuri. Këto janë 7 gjëra të cilat i përmendëm në hadith, ndërsa për shkak të premtimit që u adham, do t'i lexojmë edhe 2-3 hadithe shkurtimisht në mënyrë që t'i kthehemi edhe pyetjeve tuaja me aq mundësi sa kemi që ne t'u përgjigjemi. Thot në një hadith të transmetuar nga Ebu Hurajra, ku pejgamberi alayhisalatu wasalam ka thënë, ajo që e përcjell njeriu prej veprave të tij edhe pas vdekjes është dituria të cilën e përhap njeriu tek të tjerët. Sikur qysh e cekëm edhe më herët, fëmia i mirë i cili lutet për prindërit e vet, trashëgimia, lënja trashëgimi e mushafit e Kur'anit, ndërtimi i ndonjë xhamie, shtëpinë që ai njeri e ndërton për përfitime shoqërore, rregullimi i rrjedhave të ujit të lumit, apo çdo pasuri të cilën ai e jep sadaka nga pasuria e tij gjatë kohës kur ai ka qenë i mirë me shëndet, ndërsa mirësia e tij pra i shkon edhe pas vdekjes. Na ka mbetur këtu në fund do ta sqarojmë këtë, ndërtimi i ndonjë ndërtese me për përfitime të tjera, për përfitime shoqërore. Lexojmë një herë hadithin tjetër, ku thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, 4 personave u arrin sevapet edhe pas vdekjes. Ai që vdes i lidhur, i robëruar për hir të Allahut, kjo është një prej të veçantave që nuk është përmend në hadithet paraprake. Ai që vdes i lidhur, i robëruar për hir të Allahut, pra përderisa luftohet për hir të Allahut azza wa jall, atij njeri do t'i dhe përderisa ai ka vdekur në atë gjendje, shpërblimet që do t'i arrin atij në vazhdimsi për shkak të formës të cilën ai ka në mënyrës se si ai ka vdekur. Ai që mëson dikën dije të dobishme, ai dhe punon sipas saj, kush jep ndonjë sadaka rrjedhse, sevapi i saj i arrin përderisa ajo sadaka vazhdon të ketë efektin e vet, dhe ai i cili e lën ndonjë fëmijë të hajrit i cili lutet për të. Dhe për fund po përmend me një hadith të cilin ndoshta e keni dëgjuar të gjithë dhe e keni dëgjuar më së shpeshti, ku pejgamberi alayhisalatu wasalam thot, idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ka thon, kur të vdes njeriu, veprat e tij i ndërpriten përveç në 3 raste, kur në rastin e parë sadakaja rrjedhse, dietari nga i cili përfitojnë të tjerët, ose fëmia i mirë që lutet për prindërit e vet. Shumë prej dietarëve kanë thënë se sadaka rrjedhse është për qëllim lënia e pasurisë si vakëf, ku përfitojnë njerëzit nga ajo pasuri apo nga ajo gjë të cilën ti e lë, pa e marrë parasysh se çfarë është ajo pasuri apo ajo gjë të cilën ti e ke lënë vakëf. Fjalën të cilën e përmendëm në hadithin e dytë, ku thamë se do ta sqarojmë, shtëpia që ai e ndërton për nevojat shoqërore, këtu tregohet mirësia e ndërtimit të ndonjë ndërtese e cila u shërben muslimanëve nevojtar. Dhe ajo ndërtesë pra lihet si vakëf, pa e marrë parasysh se a përfitojnë bonjakët, a përfitojnë jetimët, a përfitojnë të varfrit, ata që kanë gjendje sociale. Prandaj ai i cili ka mundësi të ndërtojnë ndonjë ndërtesë dhe ta lë atë ndërtesë që ta shfrytëzojnë të varfrit, ti vendos të varfrit, bonjakët, jetimët të vendosen në atë ndërtesë, apo këtë ndërtesë apo atë objekt e lë me qira dhe përfitimet që vinë nga ajo qira i shpërndan për ata nevojtar. Pra kjo është njëra prej gjërave të cilave pejgamberi alayhisalatu wasalam i ka dhënë specifik, e ka veçuar në hadithet të cilat i vdekuri mund të përfitoj edhe pas vdekjes. Në fund të këtyre fjalëve, ne lutim Allahun azza wa jall që të na bëj neve dhe juve dëgjues të nderuar prej atyre që i dëgjojnë këshillat e Allahut dhe i praktikojnë ato, të na bëj neve prej atyre të cilëve kur dëgjojnë ndonjë punë të hajrit, kur dëgjojnë ndonjë vend ku mund të bëhet diçka e hajrit, shpejtojnë dhe japin kontributin e vet, pa dashur që veprat e tyre të shfaqen, pa dashur që ai me këtë vepër të lavdërohet përpara njerëzve, edhe të mos na bëj Allahu azza wa jall prej koprraceve. Gjithashtu lutemi që Allahu azza wa jall nevojtarëve t'ua plotësoj
nevojat e tyre pa asnjë Allahu Azza wa Jall t'ju plotësoj nevojtarëve nevojat e tyre të cilat ata i kanë nga më të ndryshmet. Alhamdulillahi rabbil alamin.